Nuk Po veç me litor patatis. Buxhetin e Kosovës çka kishte? Vërtet është. Ka prom Kosova. Ka problem, ka së dush. Ta bëjnë një buxhetin e Kosovës. Një pjesë buxhetit për shemb. Kujt edhe? Shqipnia më na e mor për shemb. Ta merr Shqipnia. Po bore tu Jo, Shqipnia. Ç'është Shqipnia të kanë ata të buxhetit buxhetin po buxhet. Po Kosovë nuk i kanë arxhuar këtë buxhet janë. Inshallah se do. Ja çore. Unë kam një Unë po mendoj çashtu, po tash nuk do të çon e mirë. Nuk është që më bëjmë përshtypje këto nivelin. Nuk më bëjmë përshtypje këto ofendimet, ai janë të Shqipnisë ajo. Domethënë unë kam qef Shqipninë me po mirë, inshallah kualifikohet në kampionat evropian. Unë kam një mendim shumë të qartë, domethënë një lojtar, nëse thot unë nuk kam ndjesi për flamurin e Kosovës, edhe thot qysh në fillim i ka 17 vjet, 18 bindje, unë i them respekt Gjolimir Hallall të kuft, ti po kallëzosh shumë i drejt për drejt me neve, vazhdo luajnë në Shqipni, është komplet domethënë krejtë në rregull. Po nuk mundesh me bë lojna, ti mundesh me luaj me ekipe, nuk mundesh me luaj me kombëtare. Adrian Pajaziti me Dën Berisha kanë luajnë në Shqipnin U19, janë ardhur në Kosovën U21, janë shkuar në Shqipnin kombëtaren A. Domethënë kjo është puro pazar. Apo kupton, domethënë kjo është gabim. Nuk mundesh ti interesin tën personal, të karrierës tone, me dalë dhe me thonë, po unë nuk shkova me lu për Serbin, unë shkova me lu për flamurin QQZ. Dile dhe thuj, kom pas interes për karrierën tem, na është ta na dhem, po apet thuj na respekt, je shumë i sinqert, vazhdo. Shumë e respektojnë qoftë se kallzon sikur Blendi narracionin që e ka, se nuk e ka kallzu, Blendi e thot këto, se ka i ka marrë. Sipas informacioneve që ka Blendi. Po, jo,